Tre ngjarje të dhimbshme të një polici, të policisë rrugores që do t'ju bëj që të prekeni thellë. Kam kohë që e ndjek, por këto histori i kam ndarë nga historitë e tjera që ai ka treguar. E ndjek prej kohësh. Është tashmë ai ka arritur 6 milionë ca ndjekës. Por do t'ja u lë emrin e tij sepse ka një emër të gjatë që ka shkruar në rrjetet sociale. Unë e njoh për Jimmy. Atëre Jimmy para disa viteve, sepse si thash është një policiri, ai ka filluar karrierën e tij herët, me një fjalë që kur ishte 20 ca vjeç. Mirë po, tani nuk është shumë i madh në moshë dhe gjatë kësaj kohe ka hasur në disa probleme shpeshherë. Por unë, siç ju thash, do të ndaj 3 nga këto ngjarje që më kanë prekur vërtet kur i kam dëgjuar. Nuk tregon marrëzira, sepse shpesh i tregon edhe me shokët e tij. Kështu që të gjithë ata që e ndjekin e dinë shumë mirë që ai nuk tregon me fjalë histori të trilluara. Ngjarja e parë ndodh me një çift. Kishin ikur me pushime dhe kishin dalë me makinë. Nga shtëpia do shkonin me pushime. Pra nuk ktheheshin nga pushimet, por do shkonin me pushime. Dhe ishin 4. Kishin burrë e grua, një djalë dhe një vajzë. Djali do mbushte 18 vjeç. Dhe ndonse ju e dini shumë mirë që pas moshës 14-15 vjeç, kur rriten me një fjalë adoleshent, nuk duan që të rrinë me familjen sepse rrinë shpeshherë me shokët. Por kësaj radhe do të shkonin me pushime. Kështu që ishin në makinë që të 4. Dhe djali buzëqeshte, siç e mori vesh më vonë, i thoshte babait që unë të lava makinën sot, sepse i kishte larë makinën përpara se të niseshin. Dhe teksa po kalonin një udhkryq, një kamion i përplasi. Dhe djali bashkë me vajzën, me motrën e tij dhe me babain vdiqën në vend. Kurse nëna e tyre, meqense ajo gjende nga ana e kundërt, nuk dihet se si, por kishte mbetur ende gjallë në momentin kur këta shkuan. Pra kur shkoi Jimmy bashkë me shokun e tij, me kolegun e tij, në momentin që ndodhi aksidenti. Dhe kur shkuam, thot, ajo ishte mbuluar komplet gjatë gjithandaj dhe kështu që nuk ishte momenti, me fjalë që nuk ishte si thuan lucido, me fjalë si mund të quhet, nuk ishte e ndërgjegjshme, sepse ishte momenti që ishte futur brenda shpinës së saj, që nga shpina deri tek barku, disa pjesë të makinës, për atë sediles makinës. Dhe kështu që ajo ishin momentet e fundit. Unë ju afrova, thot ai. Dhe ajo fliste, thot, por me shumë vështirësi. Dhe teksa më pa, sigur donte të më thoshte diçka, ju afrova. Me shumë vështirësi, tha, më foli. Dhe tha, thuaj birit tim që nuk mundem të jem për datëlindjen e tij kur të bëhet 18 vjeç. Ajo nuk e dinte që i biri e kishte harruar, me fjalë që i biri ishte aty dhe kishte vdekur. Dhe mu mbushën syt me lot, thot, dhe nuk dija se si të sillesha. Pas disa minutave erdhi ndihma e shpejt, por gruaja, thot, humbi jetën. Një rast tjetër ndodhi me një djalë të ri. Kishin kohë, ishin 2 vëllezër këta dhe që të 2 ishin ndarë që kur ishin fëmijë. Histori, thot, ai që i kam qepur vetë, thot, dal nga dal kur kam mësuar të vërtetën. Me fjalë, këta 2 vëllezër ishin ndarë që kur ishin të vegjël dhe ishin në 2 familje të ndryshme, sepse nëna e tyre kishte vdekur gjatë lindjes së të 2-ve. Dhe meqense ajo ishte një nën pa burr, në momentin që vdiq, i dhanë fëmijët në 2 familje, pra në një familje në një anë dhe në një anën tjetër. Dhe këta kërkonin njëri tjetrin, kishin vite që kërkonin njëri tjetrin, tashmë ishin 22 vjeç. Dhe dikush kishte marrë një informacion, njëri nga të 2 kishte marrë një informacion dhe po shkonte tek vllai i tij. Dhe kishte bërë gjithë ato kilometra, më duket 1800 kilometra, një gjë e tillë,
sepse gjendej në anën tjetër dhe ishin shumë largë mes njëri tjetrit. Mirë po, kur mbriti, me i fjalë, kur kishin arritur të kontaktonin njëri me tjetrin, me telefona, tani prisnin që të takoheshin. Dhe ky që vinte, ishte tepër i gëzuar, sepse tha do vi unë, dhe kishte bërë gjithë ato kilometra me makinë. Po shkonte tek vllai që ta takonte. Vllai atë ditë nuk shkoi në punë, vllai që e priste. Dhe i tha që do vish në shtëpi, tha takohemi, tha që të rrim disa ditë bashkë, i tha vllai tjetër. Dhe ishin shumë të gëzuar, sepse më në fund takonin njëri tjetrin. Dhe atë ditë i thot një nga shokët, i thot, hajde thot iki marrim ca birra, ca gjëra thot në supermarket. Si dihet, rrim marrim që të përgatitemi thot që të jo thot ky unë duhet të ri shtëpi se mos vim nga momenti në moment, pa i të merr telefon, se do të marrë telefon, merr telefon thot thosh që të thot ku je. Dhe kështu që e morin telefon. I thot ai kam edhe një orë e gjysmë për të ardhur. Dhe ky u bë gati. Teksa po bëri gati, tha shoku, hajde më marrim edhe tha ato birrat, sikur me fjalë duhet të ndodhte se s'bën. Dhe kështu që e bindi, morën makinën që të dy dhe shkuan tek supermarketi. Në qoftë se mbani mend, para disa viteve, ka ndodhur një aksident sepse e pash atë një burr që qelloi në jashtë supermarketit dhe vrau disa njerëz. Mes tyre vrau edhe 22 vjeçarin. Vllajin që mezi priste të takonte vllajin e tij binjak. Dhe i vllai kur erdhi, ajo tha skena që pash, me një fjalë sepse kur më morën tha në telefon që të shkoj aty ku ndodhi vrasja e këtij në supermarket, jashtë supermarketit që qelloi duke vrau gjithë ata, vrau shumë. Nuk e mbaj mend vitin, por e gjeni. Dhe kur erdhi ky që shkoi në varrim, sepse erdhi aty, shkoi në varrim, tha nuk e dija tha që do vija tha të varrosja vllajin tim. Me një fjalë bëra tha nuk prita 22 vjet, bëra 1800 kilometra për të varrosur vllajin tim. Këto fjalë tha më kanë therrur, thot Gjini. Kurse e treta është akoma më e rëndë. Ishte një ditë e diel dhe një çift ishin të rinj, kishin pak ndoshta që ishin martuar, po udhëtonin thot drejt një qyteze. Ishin nga një periferi. Dhe nuk e tham vendin se ku, dhe pa pritmas iku makina nga duart, ndoshta tha ishte në telefon, ndoshta u përgjigj, ndoshta nga gjumi, nga pagjumësia, nuk dihet se si, dhe bëri disa, sepse pam thot ai nga telekamerat, disa lëvizje që të mbante makinën, po nuk arriti dot. Dhe kështu që makina bëri rreth 4 apo 5 rrotullime në vetvete, derisa u përplas. Në momenti që makina bëri këto përplasjet, me fjalë rrotullimet, që të dy, pra burrë e grua, vdiqën në vend. Dhe vajza e vogël, kishte një vajzë 2 vjeçë e gjysmë, nuk dihet se si, sepse e kishin lidhur nga mbrapa, ndoshta sepse duke qenë se dilet nga mbrapa, nuk dihet se si, por mbijetoi. Mbijetoi vetëm që për momentin ishte e pa e çoroditur. Dhe kur mbritëm tha që na morën telefon dhe arrita, vajza tha, kur u ngrit, kërkonte nënën dhe babain. Nuk kisha fjalë, tha, se çfarë të thoshe. Ku është nëna, ku është babai? Dhe i thoshte, pyeste njëherë për nënën, ku është nëna, pastaj babai. Erdhën asistentët, erdhi dhe një kolegja jon, thot, që u mundua që ta përqafonte të rinte me të, mirë po s'kishte shans, ajo qante. Nuk dinim se ç'të bënim. Morëm telefon dhe kemi ndejtur me atë, tha, deri tha sa erdhi
e jema e babait saj, pra të zotërisë që ishte e bia kjo, që vdiq. Erdhi gjyshja, me një fjalë vajzës vogël. Por tha deri në orën 1 të natës, tha kemi ndejtur aty. Dhe ai fëmijë tha, nuk kreshti për 1 sekond, edhe pse lotët i ridhnin, e lodhur dhe raskapitur, e qierë dhe e plagosur, thoshte ku është mami? Ku është babi? Ku është mami? Dhe kjo ka qenë, këto janë 3 rastet që i ndava nga të gjitha rastet që ka treguar ky. Do t'ja ulë këtu me emër në këtë video, me shkrim, që sepse tregon histori të ndryshme, por ajo që më bën më shumë pse e tregova këtë, është fakti që jeta e njeriut është asgjë. Sot jemi, nesër nuk jemi. Ne na duket sikur do të jetojmë në përjetësi. Dhe kur dëgjoj këto historitë e këtij, sepse ky i ka të përditshme, jeton aty. Pra jeton me këto histori. Me këto ngjarje që ndodhin për ditë, ai thot ka me mira, thot, sepse çdo ditë thot ndodh diçka. Disa thonë që po pse në Amerikë pse ndodh ditë për ditë. Pra jeta e njeriut është asgjë. Është sikur të hapësh dhe të mbyllësh syt. Ja u them që të keni kujdes. Natën e mirë.